Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Garas për kryetarët komunave që do të mbahen në zgjedhjet e 12 tetorit, është garë edhe për kuvende komunale, ku në listat e veçanta do të votohen subjektet politike, po ashtu edhe kandidatët e pavarur. Në kuadër të garës për kuvende komunale është edhe Rahim Orina, i cili konkuron apo kandidan për kuvend komunal si kandidat i pavarur. Përshëndetje zoti Morina, përshëndetje që gjetët kohë në pjesë të televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për televizionistë e televizionit tuaj, përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Malishevë. Keni një karrierë të bushme në kuadër të kuvendit komunal në Malishevë, për disa periudha kohore keni qenë pjesë e kuvendit komunal, po ashtu në periudhën 2017-2021 keni qenë edhe kryesues i kuvendit komunal. Tani garoni si kandidat i pavarur për kuvendin komunal. Çfarë ju shtyri që të jeni kandidat i pavarur në këtë zgjedhje? Faleminderit, është reale që unë kam qenë 4 mandate antar i kuvendit, dhe një mandat kam qenë kryesues i kuvendit, të gjitha si antar i LDK-s. Kësaj radhe, më shtyri ajo që unë i bona kërkesë në ndegjes, edhe ndegjes së LDK-s në Malishevë që t'jem kandidat në listën e LDK-s. Mirë po kërkesa ime është refuzu, dhe kjo më shtyri që të kandidaj si kandidat i pavarur. Fillimisht duhet ta ceki këtë se kam fituar një përshtypje që dega e LDK-s në Malishevë është shndru si një nëndeg e fuqishme e nismës. O thamë edhe njëherë, si një nëndeg e fuqishme e nismës. Nëse më lejohet, do të argumentoj me 2-3 fakte, edhe mas pari ky grup, po që i grup është shkak se është grup që vëhesh degën e LDK-s në Malishevë, ka bu koalicion jashtë LDK-s në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Dhe ju ka fut koalicionit jashtë LDK-s. Në ndë, koalicionet dihet gjithmonë ndodhen ato, po që në koalicione harmonizohen programet, duke fillu nga projektet kapitale, po që këtë mandat 4 vjeçar nuk shihet që, unë nuk e di që kjo LDK që udhëheqet sot dhe që është koalicion me nismën, që ka realizuar ndonjë projekt. Nëse ka realizuar le del leshëm, le tregon që të projekti kam realizuar. Po thjesht ka qenë argati thjesht i nismës. 3. Që unë mendoj që kjo kryesi e degës ka punësu familjarët e vetë ngushtë, duke nisë nga kryetari, 2 nënkryetari, sekretari dhe një pjesë e kryesisë. Edhe 4 është për hartimi ose përpilimi i listës së kandidatëve për asamble komunale për këto zgjedhje. Ajo çka është më keqe se janë shkalu shumë njerëz të devotshëm të Ligës Demokratike të Kosovës. Për shembull, Labinat Gashi, Skënder Ramonaj. Pastaj Fetarudi, bilim, po thon Fetarudi nuk është dashur në asnjë formë të anashkalohet. Unë kontakt me ta e di që tash ata kanë sugjeruar që nuk janë ftuar asnjëherë mu debatu rreth përpilimit të listës. Do të thonë se kryetarët e nëndegëve gjithmonë ka qenë traditë e LDK-s që të ftohen, debatohet, përpilohet lista, pastaj nuk janë ftuar as për me debatu për kryetar, kandidatën për kryetar komune. Kështu që është vënë një anashkalim dhe kanë metë shumë në ndeg pa u përfshin. Prandaj këto 4 fakte më japin atë bindjen që kjo është ndru tamam në ndeg të fuqishme të nismës. Subjektet politike çdo herë kërkojnë njerëz që të kenë kuadër të subjektit të tyre. Cila ishte argumenti i tyre që nuk ju pranuan në listë për asamble, duke jashtuar faktin që Lidhja Demokratike e Kosovës, nëse nuk gaboj, është e papërmbushur në listën për kuvend komunal. Gjithsej janë 25 kandidat që e ka pas mundësinë deri në 30 që të listojnë. Të vërtetën unë kam biseduar me kryetarin e ndegës
me Lind Morinë dhe kam kërku përgjigje që asnjëherë nuk kam marrë. Kjo çka është për mua është e pakapshme, e pakuptueshme. Çohet lista prej 25 kandidatëve që kur ka qenë mundësia të futen 30 dhe të refuzohet një kërkesë një jetë të devotshëm të LDK-s, unë tash 4 herë kam nënshtruar votës, edhe kam fituar zgjedhjet 4 herë. Një herë kam qenë bashkëlisë, në atë kohë kam qenë edhe kryesuesi i kuvendit. Nuk e di ku kanë qenë arsyet e tina, por unë s'kam marrë kurfar përgjigje në këtë drejtim. Jeni një nga themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës në degën e Lidhjes Demokratike aty në Malishev, po ashtu pjesë e kuvendit komunal mbi 16 vite, 20 vite sa po bën, edhe tani keni vendosur që të jeni kandidat i pavarur. Ku synoni? Cilin target të elektoratit e keni? Edhe sa jeni lidhur prapë pa marrë parasysh këtyre përplasjeve politike me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku jeni një nga udhëtarët e liderit historik të saj Ibrahim Rugova. Me thosë sinqerisht, unë jam antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kam kandiduar si kandidat i pavarur për shkak të refuzimit të kërkesës. Prandaj e pash vetëm në rrugë që t'jap kontributin tim këtë drejtim, dhe arsyeja tjetër pse kam kandiduar mendoj që elektorati që është shumë i pakënaqur një pjesë e saj, mos të rrshetë dhe të shkojnë në një subjekt tjetër politik, e kanë një adresë, nëse duhen me adresohu votën, mund të adresojnë to, dhe kjo ka qenë ndoshta qëndrimi im edhe veprimi im që kam marrë këtë hap. Zoti Morina, çfarë do të thotë të zgjidhësh antar i kuvendit komunal? Cila është detyra, cila është puna dhe cila është përgjegjësia e një kuvendari në një kuvend komunal në nivel komune? Po dihet që edhe për antarët e kuvendit janë detyrat dhe përgjegjësitë përshkrume. Si detyrë primore kanë arsimin, shëndetësinë, investimet kapitale, sport, rini, gjithë ato që i takojnë nivelit komunal. Prandaj është një detyrë dhe përgjegjësi bukur e madhe, po fatkeqësisht tek ne, po thonë me shumë përgjegjësi se antarët e kuvendit nuk po kryjnë detyrën me nder, sipas detyrave dhe përgjegjësive. Ndërsa sot, derisa më herët, për thonë vërtetën, ka qenë një pagesë shumë e dobët, që ndoshta edhe nuk ju ka dhënë mundësi me dalë, me shiku projekte, me shiku gjitha ato investime që bën komunën e Malishev, ndërsa sot është një fakt e dinjitetshme, sot duhet ta kryejnë detyrën me shumë përgjegjësi. Por tek ne shkojnë veç një mbledhje e marrin edhe nuk interesojnë më tutje sa pa zbatuar ato vendime që i marrin ata. Prandaj është detyrë e çdo antarit të kuvendit që vendimet që i marrin mi përcjell dhe pa zbatuar. Apo zbatuar me ndershmëri apo jo. Çfarë do të thotë të përfaqësosh qytetarin në kuvendin komunal? Sa mund të mbuloni interesat e komunitetit, interesat e shoqërisë në kuvendin komunal? Keni përvojë në këtë drejtim dhe sa është i duhur një njeri edukat me përvojë, me shkollim, të jetë përfaqësues në kuvendin komunal, dhe sa mund të jetë ana tjetër handicap një kandidat i pavarur brenda kuvendit komunal, sa mund të jetë zëri juaj brenda kuvendit? Me thotë sinqerisht të gjithë ata antarë të kuvendit që kanë një përvojë bukur të madhe, i njohin problemet, i njohin shqetësimet e qytetarëve dhe kanë mundësi me punu për mbi gjithë ato probleme. Nuk është e njëjtë sikur se ai që ka ardhur për herë po në kuvend që ndoshta nuk ka asnjëri elementare. Ndërsa sigurisht edhe disa tjerë që janë kandidat kanë përvojën këtë drejtim edhe kanë detyrë dhe përgjegjësi që të punojnë për interesin e qytetarëve, duke u nisur nga lagja, fshati dhe në tërë komunën e Malishevës. Mi përcjell gjithë ato vendime, pas zbatohen apo jo. Problemi më i madh te ne është menaxhimi. Menaxhimi është shumë i dobët. Gjithmonë investimet që janë menaxhuar jo në mënyrë të drejtë. Do të thonë nuk është zbatuar projekti ashtu siç ka qenë parapara. Prandaj e ka për detyrë, thash edhe një herë, arsimin, shëndetësinë, investimet kapitale, gjithë ato që i takojnë sferës së zhvillimit ekonomik në komunën e Malishevës. Po ashtu si antari i kuvendit komunal, gjithherë nëse do të zgjidhej, e tha që unë jam e LDK, po ashtu kandidani si kandidat i pavarur.
çfarë do të ndodhë nesër në konstituimin e kuvendit me Rahim Morinën. Do të ndjek politika të pavara, apo do të jenë pjesë e rezultatet zgjedhore që duhet të kërkohet një përgjegjësi në bazë rezultatet? Jo, unë do të ndjek ato të pavarë, se jam kandidat i pavarë, realisht, dhe pse thash, jam antar i LDK-s, po që votën e marr si kandidat i pavarë. Dhe gjitha punimet që zhvillohen kuvendit komunal do t'i bëj si i pavarë, po që në anën tjetër, po ata me shumë përgjegjësi, votën që e marr, ato nuk do t'a tjetërsoj. Ato do t'a respektoj, do t'a çmoj, do të punoj për qytetarët e komunës Malishevës. Malisheva ka plot halla, ka plot probleme. Problemi më i madh në komunën Malishevës është uji i pijes. Pastaj ka probleme edhe me kanalizime, ka probleme edhe me rrugë, ka probleme edhe për çështjet rini, sport. Ka plot probleme. Cili do të jetë targeti juaj tek qytetarët, cilët elektorat synoni të merrni besimin? Po, që unë më që jam kandidati pavarë, tash unë besoj edhe po du me besu që vota më shumë do të marrë të elektorati i paknaqur i LDK-s. Po nuk preashtu edhe subjekte tjera politike, se kandidati pavarë merr vota nga subjekte tjera. Nëse merret parasysh puna ime, digniteti im, sinqeriteti im, puna 20 vjeçare si antar i kuvendit, kam bërë shumë detyra, përgjegjësi, edhe po them fatbarësisht që më njeh qytetarët e komunës Malishevës. Besoj që do të marr vota nga të gjithë qytetarët e komunës Malishevës, pa dallime. Se e keni po kuvendin komunal në Malishevë në këtë legjislaturën 2021-25. Sa keni mundur të përcjellni nga jashtë edhe cili ka qenë? Aja që mu më shqetëson më shumti e që do të punoj në drejtim, do të insistoj që spori t'i kthehet digniteti kuvendit. Kuvendit ta kryej detyrat dhe përgjegjësitë e veta të saksuar me ligjin për qeverisje lokale. Fatkeqësisht, kuvendet komunale gjithmonë po binë në hijen e kryetarëve të komunave, ose më mirë me thonë si vegël e kryetarit të komunave. Prandaj unë do të punoj në drejtim që kuvendit t'i kthehet digniteti. Unë mund ta vetëm një shembull konkret. Për shembull, dëgjimin publik të buxhetit e bën kryetarët e komunave, ajo është detyrë e kuvendit komunal. Kuvendi komunal e bën dëgjimin publik deri në përfshatre, i merr prioritetet edhe i fut në buxhet. Tek ne nuk ndodhen ato sene. Prandaj është mirë kur kuvendi bëhet funksional vetëm atëherë kur i kthehet digniteti dhe t'i kryejnë përgjegjësitë e detyrat e veta që i ka saksuar me ligj dhe me statut të komunës. Organet qeverisë dihet janë kuvendi është në një, kryetari është në dy. Prandaj kuvendet duhet ta kryejnë punën e vet. Do të punojnë këtë drejtim që s'poku t'ia kthejmë dignitetin. Vendimet që i merr kuvendi duhet përcjellen nga anëtarët e kuvendit mos zbatu. Ekzekutivi ka për obligimin të zbatu vendimet e kuvendit. Si në buxhet, si çdo gjë tjetër. Prandaj kuvendi ka një rol shumë të rëndësishëm, por duhet i kthehet ai rol, duhet jetë funksional. Realisht numrat flasin, asamblezëve edhe bëhet shumica brenda kuvendit, po ai duan kuvendën përgjithësia në nivel komunave tjera, s'po ndalën vetëm në komunën e Malishevës në këtë rast, po të tjerat, që të ketë antar cilësor, antar njerëz të përgatitur që të plasojnë ide, që të mbrojnë plasojnë argumente, edhe të janë përcjellës të ekzekutivit. Po ashtu të bën rregullore, politika zhvillimore për një komunë të caktuar. Po është detyra anëtarit kuvendit, nëse ka anëtar të kuvendit që janë të përgatitur në gjithë aspektet, në aspektin ekonomik, në aspekte tjera, në infrastrukturë, gjithë ato, normalisht që kuvendi është më profesional, përgatit projekte, përgatit rregullore, merr iniciativa, ato janë detyrat e tyre. Prandaj duhet që sa më shumë të ketë njerëz përgatitur, njerëz që kanë përvojë, por nuk është të thonë mund të ketë edhe të ri që vazhdimisht kjo për të rijet me kandidat të ri. Po detyra dhe përgjegjësia aty është kjo, nxjerr rregullore, me nxjerr parasim, shëndetësi, çdo kënd tjetër. Por çka është një fatkeqësi tek ne? Ai që ka shumicën, domethënë aty tani votohet, nuk shiret propozimi.
se është mirë në për kuvendet komunale, nëse një subjekt politike ka një antar kuvendi, po ka një propozim qëllum, pse mos votohet? Po teknik shyrët propozuesi, që për mu është jo nivel, jo e duhur. Gjithmonë duhet këtë iniciativë për të mirën e qytetarëve. Zoti Morina, po në aspektin e punës brenda kuvendet e një antari të kuvendet, e përmendet edhe ju që tani edhe në pagesa janë më ndryshe, po ashtu edhe duhet me qenë antar operativ që ndjekin për cilin punën që bën ekzekutivi, apo ju mungon kuvendeve komunale. Kjo punë e antarëve të kuvendit që të kryjnë punën e vetë. Unë sa ka mujtë mi për cilë se 2 legislaturën një nuk ju ka. E sho që ju mungon kjo, se dhe antari kuvendit duhet mas pari tjetë përgatitur në aspektin profesional, po tani po ju mungon edhe guximi. Ajo çka është më e keqe, për shembull, në shoh për shembull investimet nuk shkojnë në vendet e duhura, po më tepër orientohen ka elektorati, kjo është shumë e gabueshme. Prandaj investimet duhet të orientohen aty kushte nevojshme, pavarësisht ai takon fshatit apo qytetit Malishevës. Ne kemi plot raste për shembull një rrugë që janë shumë të rëndësishme. Për shembull, po marr tranziti. Në shtacionisma ka po të me bo një projekt madhor. Por për mendim temin, unë mos pari kisha bë tranzitet, që kishin shpëtu këtë rrugët për rreth që janë dëmtune me rregullimi e sheshit e rretheve të gjitha atyre. Prandaj sot ka nevojë tranzitet më po, pastaj ka nevojë edhe rrugët që janë prishje, janë demoluar gjatë rregullimit të kësaj pjese, po shqetësimi më i madh për qytetarët e komunës Malishevës është sjellsi. Ndoshta është mirë me shku buxheti 4 vjeçar, po me pas ujë, me hek një problem. Ju vazhdimisht me pas probleme me ujë, vazhdimisht rrugë, vazhdimisht kanalizim. Pastaj te kanalizimet e kemi problemin 2 impijantët mungojnë, edhe në bubull edhe kënej ka pagarusha. Uja dhe në hapësirë. Prandaj është mirë kjo çështje të rregullohet. Unë isha kryetar të komunës për debate, ofrojmë për... Dhe kalojmë pak më vonë. Po, më vonë, në një mirë. Po tash duhet kjo çështje të merren, detyra ime si antar i kuvendit sa arrim me shku aty, është me marrë iniciativë, propozime, po edhe me përcjellje dhe punën e kuvendit. Kuvendi duhet të jetë transparent, duhet të jetë llogaridhënës, po edhe dinjitetshëm. Pse po mbetet zakonisht kuvendet komunale disi nën hije nga ekzekutivi? Të jemi sinqert edhe të korrekt, 2017-2021 kemi pas një kuvend komunal që ju keni qenë kryesues, që është ndëgjuar. Sa do pak është ndëgjuar zëri, ka pasur debate, ka pasur diskutime, ka pasur pakënaqësi, po edhe pajtime lidhur me projektet, lidhur me projekt buxhete të ndryshme dhe punë të ndryshme. Pse po ndodh shpesh herë që kuvendet komunale po binë në hije e ekzekutivit, ku të njëjtët qytetarë kanë me votuar si listën për kryetar komune, po ashtu edhe për asamblesë. Më thot vërtetën, unë sa kam mujtë mi përcjellë, pse po binë në hije, sa kam insistuar se jam ka kryesues edhe në takime me ministri. Mi u kthy diniteti dhe duhet të kthehet diniteti. A besoni një çështje që raporti për kuvendin komunal në Malishevë, deri se jam shkuar, ka qenë kuadër të administratorët të drejtorisë së administratës të përgjithshme. Që nuk e di ata njerëz sa logjikojshin raporti vjetor për kuvend e bëj ka administrata përgjithshme, drejtoria administratës përgjithshme. Dhe më po them me orën time aty na kemi përgatitur raport diku me 20-30 faqe. Prandaj sot ditë në zyrën time e kam lënë kemi milionën që na ka ndau Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal si kuvendi më transparent në nivel vendi. Me të vërtetë kemi qenë shumë transparent. Ka pas pakënaqësi, ka pas debate, ka pas kundërthënie, po ka qenë një kuvend i dinjitetshëm që ka marrë vendime dhe ka përcjell punën e vet. Kuvendi ka obligime dhe me përcjellë vendimet e veta, apo i zbatohen apo nuk po i zbatohen. Ne e kena bërë ato, dëgjimin publik, ne e kemi bërë. Ligji thot se kemi marrë ato me dhunë. Shumë qartë thot ligji për qeverisje lokale, edhe ligji për menaxhimin financave dhe përgjegjësitë thot qartë. Dëgjimin publik e bën kuvendi.
Dhe unë si kryesues bashkë me Komitetin për Politikë e Financa kanë ndonë gjitha fshatat, i kemi marrë projektet, pastaj i kemi inkorporuar në buxhet dhe i kemi votuar. Dhe ka qenë një konvent me të vërtet funksional. E kemi përcjellë edhe punën e ekzekutivit. Po unë shoh për shembull tash partia në pushtet kur e bën koalicionin, anëtarët e kuvendit që i takojnë asaj partie nuk e kanë guximin, ju mungon guximi mi kundërshtu nëse një punë nuk është e mirë. Nëse është e mirë, normalisht që duhet ta përkrojnë të gjithë. Nuk kanë vullnet, ju mungon guximi. Si e keni po, punën e qeverisjes 4 vjeçare të kryesuar nga zotëria Ekrem Kastrati, po ashtu ka qenë në bashkëqeverisje edhe subjekti juaj politik Lidhja Demokratike e Kosovës. Sa ka funksionu ky koalicion, edhe si qytetari thjesht, si vrojtues i këtij 4 vjeçari, si e keni parë? Më thosë sinqerisht, nisma para 4 viteve ka premtuni, ka thonë Malisheva Arbane. Aja ka mri me realizu, sa ka qenë tani ai projekt madhor që ka bon i pranueshëm, i papranueshëm për qytetarët i mirë ose jo i mirë, këto më vlerëson qytetarët. Ndërsa LDK-ja nuk e di, sinqerisht po them, nuk e di cili ka qenë programi i saj, cilit janë projektet e saj që ka realizu, e që ka qenë në bashkëqeverisje me nismën social-demokrate. Këtu më sa më kujtohet mua të gjitha partitë politike, vitin 2021 ka pas përmenduar që do ta binë ujin. Malisheva do të ketë ujë 24 orë, gjendja është e njëjtë, nuk ka ndryshuar fare. Më mirë për mendim timin është më orientuar me siguruar një pjesë e shtetit. Por si e keni po, si pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicionin LDK-Nisma, si ka funksionu? S'ka pas zëra të cilët janë dalë në publik, dhe të faktit që ja kanë kryer deri në fund, kjo nuk kupton që unë e thash edhe më herët, ata e kanë bërë gatën bile mas nismës, kish ditë më mirë me lip prej tyne. Për shkak se që tuën popull e kanë shit ljekurën shumë lirë, kanë shit me punësime familjarëve dhe tash jene marrë vesh që tu mi kryja, ja ka kryjë ato nisma. Edhe tash veç ka pas më shku me ja kryja gatën. Kështu ka funksionu. Kështu unë kështu, s'paku unë e kom pa kështu. Me thonë nuk e dini projekti se tash kur ndodhin koalicionin, bëhet harmonizimi i programave. Dihet për shembull se çka kemi punu. Unë nuk e di LDK-ja cilin program e ka harmonizuar me nismën dhe çka ka realizuar gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare. Veç edhe një mos harroni. Ky koalicion i ka pas 4 vite të plota. Jo 3, se kur mbahen zgjedhjet, viti që është tani vijus, mund ndrohet pushteti edhe vjen tjetri edhe ai zbaton çato projekte. Ne, kur jam qenë kryesues, nuk mundem me mri një konsenzus me votu buxhetin, nuk e votuam. Për shkak se gjitha subjektet politike insistojnë që do t'i fitojë zgjedhjet edhe s'mundem me mri një marrëveshje me votu buxheti. Domethënë këty ne ka mbetë edhe buxheti i vitit 2021, që do të thotë 4 vite i kanë pas buxhet. Jo 3, se tash komunët tjera kanë nga 3, apo këta se të fundit ai votohet edhe mbetet, ndoshta mund t'i upsihet, ndoshta mund ta vazhdon, po mbetet pa realizuar i 4-ti, ndërsa këta i kanë pas 4 plot. Si po shihni garën zgjedhore në mes kandidatëve për kryetar komunës në Malishevë? Jemi gati në mes të fushatës zgjedhore, kanë plasu programet, kanë plasu Unë sa kom mujt mi përcjell debatet e shoh që premtimet janë shumë të mëdha, nuk i bazojnë në shifra, duhet më bazojnë në shifra. Gjithë du me pro ujin, du me bë impiantet, du me bë tranzitin, du me bë këto ato, duhet me afru me shifra. Unë s'pakur që ta kandidat asnjëri në kom po që ka afru shifra të sakta, se këtu kanë shifra, buxhetet votohen me shifra. Sa kushton kjo rrugë, sa kushton kanalizimi, sa kushton usjeci. Prandaj bojnë premtime pa mbulesë, unë isha pa mbulesë. Tash nuk është detyre ime, unë e di kun me votu, atë kur vje koha kun me votu, po nuk është detyre ime me dha vlerësime cili është më i mirë, cili më jeni përcaktu kë do ta votoni apo ende herët është? Jo, herët është. Zoti Morina, qytetari është në kërkim të njerëzve të cilët do t'i zgjedh në përfaqësim. Pse? Qytetari i komunës së Malishevës duhet të voton zoti Rahim Morina. Unë fillimisht të uroj që qytetari spori din të voton.
ku shkon të Sanoki, le të shë kandidaturë, le të shë njerëz. Pse duhet të voton Rahim Orinë dhe pse i bëj thirrje më votu mu? Në një është përvoja ime, tash 4 mandate kam qenë në asamble dhe një kam qenë kryesues. Me dignitet plot dhe me sinqeritet e me transparencë kam kryer detyrën në të gjitha postet, në të gjitha detyrat dhe të njëjtën gjë do ta bëj edhe në të ardhmen. Unë jam ai i cili kam qenë dhe do të mbetem i tillë, i guximshëm, i palohatshëm, i sinqert. Transparenca do të jetë nivelin më të lartë e jam i gatshëm edhe llogari në çdo kohë dhe në çdo moment. Këto kam bë edhe bëj edhe në të ardhmen. Një element gjatë bisedës që e përmendet që kërkoni vot jo vetëm në vend banimin e juaj, por në tërë komunën e Malishevës që realisht kështu duhet të jetë, sepse asamblisti ose kuvendari në një kuvend komunal është përfaqësim i gjithë qytetarëve të një komune. Sa pa mundni të arrini si kandidat i pavarur kontaktet, bisedat me qytetarët e komunës së Malishevës. Unë çdo herë kam thënë nisna prej lagjes time, e të në fshatin tim, e të në fshatet tjera. Unë kërkoj vot, edhe kërkoj votën të çdo qytetar, po sa po arri me një lehtësi të madhe, sepse kam njerëz, kontaktoj me njerëz, bisedoj me ta, i sqarojmë çështjet, tani vota është ajo e cila kur shkon në të Sanoki e din se kënd do ta votoj. Po deri tash unë jam i kënaqur me punën që kam të re. Cilat janë pritjet e juaja për zgjedhjet e 12 tetorit? Ku synojnë është numri i votuesve që mendoni ti merrni vetë faktin që e thatë? Keni qenë njeriu më së shumti që keni përfaqësuar qytetarë në kuvendin komunal. Po unë besoj dhe jam i bindur që kësaj radhe do të arritje anëtari i kuvendit. Ashtu i kam bindjet e mia dhe parametret të rënë që shoh, besoj që do të jem anëtar i kuvendit. Kuvendi komunal në Malishevë kësaj herë ka qenë në koalicion e përmendëm edhe cili do të jetë pozicioni juaj, e përmendit Shkarazi edhe ju, pozicioni juaj si kandidat i pavarur. Pa marrë parasysh se kush do që të fiton zgjedhjet për kryetar komune, cili do të jetë pozicioni i juaj brenda kuvendit komunal. Unë tash do të funksionoj si i pavarur, por në anën tjetër insistoj edhe do të jem pjesë asaj që në Malishevë domethënë duhet këtë ndryshime në Ligjin Demokratik të Kosovës dega në Malishevë. Për shkak se shumë në ndeg nuk janë as funksionale. Duhet t'i kthehet LDK-s digniteti. E ka humbur pusolla ndega LDK-s Malishevë, po këto fatkeqësisht e ka ndihmuar në nivelin qendror. Pse në nivelin qendror? Pse e ka ndihmuar se unë thash, një grup i cili ka bë koalicion me nismën social-demokrate jashtë LDK-s, jashtë degës. Ata kanë qenë një uri për këtë çështje. Edhe sot besoj që janë një uri për gjendjen çfarë është. Me që listën me 25, e mos me pranu njerëz që bojnë kërkesa më fut listë, a përshe prioritet LDK-n. Po, shtini 2 një fshate që shikën shtinë boj 2, kanë mujtë edhe në sezon më shku 2. Qa ka pas të keqe këto? S'pa ku më plësu numër? Po normal, bënë 30. Po të kishku numri 30, Rahim Orina s'ka pas shka me thonë. S'ka pas a plësu, s'ka pas vend. Edhe ki qenë ma herët, kanë mujtë me thonë kanë gjithë arsye, forma, mënyrat ndryshme. Po që realisht as përgjigje nuk më kanë dhënë, edhe kanë qumë 25, kjo është e pakapshme, e pakuptueshme. Ka në ndeg plot që jenë pa përfaqësume, ka plot. Unë e thash edhe njerë për, këtë Fetarudi nuk është dashmë anashkalu. E thani që edhe Fetarudi është anashkalu? Është anashkalu se nuk është ftu me debatu për listën. Është ftu nga kryetari i degës, sipas Fetarudit, është ftu nga kryetari i degës, e i është thonë bene një emër. Nuk është luta do me hinja, që ka me ndona. Shtu në këtë formë ka funksionu kjo degë sot që është e LDK-s. Prandaj përsta, vetë përpilimi i listës, është le me kuptu se nëse s'ka i vetë e ka shti vajzën, nëse s'ka i vetë e ka shti bashkëshorten, ki plot raste. Jënë 4-5 raste që i kanë bashkëshortet kandidate. E duke anashkalu në ndeg të tëra. Prandaj nuk i di ku mund tjetë ai sukses. Pra e kjo më ka shty që me ju fut kandidaturës pavarur, edhe unë besoj që kom i arrit qëllimin.
mos përfshira në listë e juja dhe aktivistëve të tjerë të Lidhjes Demokratike e Kosovës, a mund të jetë edhe frika, ta themi, e konkurrencës brenda llojet, sepse siç e thatë ju, jeni njerëz që njeri person që keni marrë vota çdo herë edhe një zgjedhje në kuadër të Komendit Komunal. Po ato zoti Rudi, Goshi, Rahmonaj e të tjerë. A ka mundur të jetë edhe kjo frike mos përfshirjes në listë të këtyre kandidatëve, të këtyre njerëzve, edhe kanë lënë vende boshe? Nga njerë e fiton njëri për shtypin që mund të jetë kjo. Mund të jetë edhe ndoshta kanë pasur synime tjera, qëllime tjera, ku ta diun. Po e shka është e rëndësishme, thash lista ka shku me 25. Pse mos ban 30? LDK-ja s'ka ndodhur asnjëherë mos me plotësu listë. Prandaj këto synimet e tyre, nuk i di ku i kanë këto qëllime, nuk i di ku pa duhen me arrit me këto. Po rezultat nuk besoj që kanë me mujt me arrit. Ma mirë ka qenë me kod 2 nësë zop, unë Arlind Morina, se sa Arlind Morina me kundërshtu hyrin teme në listë. Që unë ato kom qu 2 herë, kam ndihmu, kam fuqizu. Pastaj kom doli, kom grumbullu votë. Bile po të regoja tjetën se ti njeme që jemi të një fshoti. Unë herën e parë i kom thonë një vit për parë kime qenë kandidat, po në pak me po. Po nuk e di tash, nuk e di kojnë të qëllimit dhe asenimet e tyre, në s'mojnë me di. Në gjithat për listën e asamblezëve vendos Dega e Malisheve, s'keni kërku përgjigje edhe nga Dega ose nga qendra që e tha që e ndini edhe ata janë përgjes për këtë situatë e krijuar. Po, moj me thome shumë përgjësi, pas mbajtjes kuvendit, në ndekte pak knoshne, e këna bo një kërkesë, jo këna drejtu nivellit qendror, nuk kemi marrë përgjigje fakt. Prandaj edhe kjo është përgjësi e tyre. Unë edhe para këtij mandate, që luftet e mbrendshme që bëhen me subjektet politike janë shumë të rrezikshme. Sa të ndërtojnë strategji, ndojnë mënyrat ndryshme. Unë kujtohet para kësaj jere ku ishte Bereshoti, kryetar, tash mbledhjen e parë jo, 2-ën, 3-ën e kërkon ndërheqjen time nga kryesuesi i kuvendit. Unë bëj në mënyrë shumë decisive tash në prezencën e tonë anëtarëve të kryesisë, po unë mund mos jem, po nuk jam elshu postin e kryesuesit LDK. Edhe pa ta thonë në mënyrë shumë drejt për drejt, pas se këtë çështje me nivelin qendror nuk ka fare dorëheqje. Jam shku nuk ka derë të LDK-ja që s'kam prek, e që s'kam thirë, e që s'kam bisedu. Jam shku dhe dejtë e kryetari i partijës. Kam betë më në Malishev edhe me zjetu problemet mbrendshme. Nuk është që asnjëherë nuk kam kërku që unë që ka të më të dëgjëmue. Jo më ullim e të te kalom situatën se në Malishev nuk është e mija. E një të gjofë vazhdoj e tash edhe me Fatmira Demaj, që unë mendoj se LDK-ja duhet me pas një debat brendshëm, debat sinqert, debat pa prekje, pa ngacmime, një debat sinqert e me te kalu një gjendje në Malishev. Unë pa hëmë publikisht gjendje në Malishev nuk është mirë. Duhet të ndryshohet. Do të kërkoni përgjithësi pas zgjedhjeve të 12 tetor, si një njeri që këtë dhënë shumë për Lidhjen Demokratike të Kosovës në dekada. Normalisht që po. Unë do të insistoj. Unë shumë mirë e din edhe Dega, edhe Nëndega. Unë kam insistu të jem kandidat për Nëndeg në Astrazop, po me që atë regjistrimi ku bojnë të arsijës, nuk bojnë të regjistrimi në të arsijës kohën e kuvendit. Edhe kuvendi e zakonshëm ka mandat dhe në kuvendin e rregull. Edhe kur e pashi po fillon një regjistrim pikrish nga Arlind Morina, i njerëzve që ka mendu që i thirke vetëm ata që e opin votën. Unë jem taku me Gazmend Margjerin, tërë ka qenë kryetari i nivellit qendror i LDK-s, nën kryetar ka qenë falë, edhe kryetari i komunës, edhe herën e parë jem taku me kërkestin, herën e dytë kam kërku unë edhe imi taku, edhe kam kërku që mund të filloj me regjistrim, se kështu shka ndonë në Sërzop. Jënë registruar dhe antarë të partive tjera. Me thonë, këta ju kënë thonë, ade veç burë kryma një argat. Edhe u taku, ma të ishte edhe komisioni. Tash, realisht unë më ka befasu veprimi i Gazmend Margjerit, kryetarit të pejes, kur tha se këtë listë, se ai vetëm tha që regjistra dhe ditën kur mbajt kuvendin në Ndegës. Unë një ditë po mbajt e mora listën, ja dërsova,
Mu dërtu me këto fjalë që na mund t'i pranojmë veç 15 edhe 20 edhe më tepër s'mund pranojmë thashun nëse s'm pranohet lista që vetëm ke thonë. Thashun nuk vin kuvend. Dhe s'jam shku. U ka mendu që kuvendi e zakonshëm ka mandat deri në kuvendin e rregullt. Dhe që ashtu është statuti i partisë. Zoti Morina, si e shihni kuvendin e arshëm në komunën e Malishevës? A do të jetë një zë më i fuqishëm i qytetarëve në kuvend dhe a do të kemi një kuvend i cili punon për qytetarët, do themi më thjesht? Unë mund të flas veç për veten. Për veten, nëse shkoj aty, do ta mbroj interesin e qytetarëve të komunës Malishevës. Do ta ngres zërin në çdo padrejti. Mas pore thash, kam insistuar me u kthy diniteti i kuvendit, se nuk e ka diniti. Do të punoj në drejtim që aty kushte nevojshme me shku projekti. Harrohemi përmend që 3 rrugë që janë shumë të rëndësishme për mua e që i kena përpozuar sa jam kanë atëherën. Është rruga e Belakut, që i kena votu, edhe nuk është rregulluar. Është rruga që e lidh Jançistin me rrugën e Pagarushës. Është rruga Ragip Latifi të shkolla e Merkrasnisit që lidhet me liçenin e Mirushës. Këto 3 rrugë aq kanë pesh, aq kanë rëndësi, sepse e shkurtojnë shpenzimet edhe kohën për qytetarët. Ma rëndësishme është që gjesëm më çu rrugën njerëzve nga për shtëpia. Këtu të na është një fatkeqësi se vitin e zgjedhjeve investohet vetëm ku ka vot. Kamionin me veti e mush zall, bagjen përpara e shkyn, asfaltin për mas edhe që aty është tërë edhe hajde që të ma votën. Tani të arsimit du mund orë pak me që i takoj sektorit arsimit. Vitet e 90-ta, kjo është vlerësimi jemi, vlerësoj që shumë më mirë ka qenë arsimi për shkak se jo me objekte, po folim me cilësi. Kemi pas vitet e 90-ta këshillin pedagogjik profesional. Soarek Malishev, në orë kënarët, profesorët profesional. Sot, objektet janë shumë të mira, janë shumë bukura, të rregulluara, po me sa përvej cilësia është largë më atheshën. Vullneti atër ka qenë shumë i madh. Sot, për mendim të emin, unë përsëri e kisha kthy atë kohë me pas këshilltar pedagogjik profesional. Dhe për fund, zoti Morina, si po shihni garën mes kandidatëve për asambleje, ku e dim që tani në kuvendin komunal në Malishevë janë 27 kandidatë që do të zgjidhen anëtarët e asamblesë, duke hequr barcit e listës që në një formë ose tjetrën shkojnë drejt për drejt, i bjen që një konkurrencë bukur e madhe. Sa është e vështirë të artikuluohet ideja, plasohet qëndrimet, personaliteti, programi që mendon një kandidat për asamble të hynë në kuvend komunal. Shoqërohet te kandidati parë pak vështirësitin më të mëdha për shkak se nuk e ka mekanizmin që kanë subjektet politike, i kanë mjetet, i kanë automjetet, i kanë mundësitë shumë më të mëdha, po unë uroj që të bëhet një garë korrekte e sinqertë. Ju të fitohet vota, valla ta jap që tonë nëse më qet votën, për ta jap që të maqina, për ta jap që tonë, ta bëj që tonë, ta shtin punë këta. Domethënë këto janë problematike të ne që mos tepër me reflektoren edhe shijen sidomos të subjektet politike. Unë për veti askujt as i kom premtu vend pune, as i kom premtu mekanizëm të bujqësies, as i kom premtu traktor, unë e kërkoj votën që mi përfasu në mënyrë të dinjitetshme qytetarët aty ku është të arsyeshme projektet që janë të domosdoshme. Sukur uji i pijes, pastaj kanalizimet, rrugë tash i përmend këtu 3 rrugën tranziti, është shumë i rëndësishëm, sepse e shkarkon Malishevën. Edhe pse është rregulluar kjo rrugë përsëri kemi pritje, edhe pse nuk kemi qytetar, po mendoj diaspora, përsëri ka vonesa, ka pritje. Prandaj unë i premtoj ato që me dinjitet, me sinqeritet do të ashtroj detyrën e anëtarit kuvendit komunës Malishevës. Çito ja premtoj, çito me sinqeritet e them, më mbroj dhe e bëj. Zoti Morina, faleminderit që do të kohën të jeni pjesë e televizionit Arbëria, ju uroj sukses i për këtë mbara. Faleminderit edhe për ju. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.